Flasim tani për teatrin. Çfarë po ndodh me shfaqjen Fluturimi mbi teatrin e Kosovës, një satirë politike me tekst të Jeton Ziraj dhe regji të Agon Miftarit. Shfaqja është planifikuar që të shfaqet ose të prezantohet me 14 qershor në teatrin e qytetit të Ferizaj Adriana, por që ka polemika, ka kërkesa, ka zvaritje të punëve dhe shumë probleme të cilat ndërlidhen me këtë shfaqje. Çfarë konkretisht po ndodh është thënë pak a shumë në një reagim publik që kanë pasur drejtuesit e teatrit, por detajet na i sjell në vazhdim drejtori Fatmir Hyseni, të cilin e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë me Viber. Përshëndetje nderuar, faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne. Përshëndetje për gjithë shikuesit e Radio Televizionit Nisnik. Zotri Hysenaj, fillimisht për të kuptuar pak më shumë rreth shfaqjes, rreth asaj që trajton, rreth problematikave që ngërthen vete, unë do doja të dija cila është përmbajtja kësaj shfaqje, pse kaq shumë zhurmë për një shfaqje teatrale që do të jepet, në fakt kishte menduar një tjetër datë, tani është një tjetër datë që do të ketë premierën e tij në kuadër të teatrit të Ferizajt. Çfarë në fakt prezanton kjo shfaqje? Realisht, unë nuk jam fort ato që ta tregoj se çka do të prezanton kjo shfaqje. Unë e kam lexuar këtë shfaqje, e kam pa disa herë, shfaqje teatrin kombëtar. Po kryesisht unë e kam lexuar tekstin dhe nuk kam pa diçka që sulmon dikan ose një kategori të caktuar, dhe pas kësaj fillon disa muhabete të cilat nuk i takojnë teatrit, dhe unë mendoj që teatri është një hapësirë, një mendimi ku njerëzit e zakonshëm, mos them njerëzit një lloj kundërshtimi i humbjeve, i reflektimit të shoqërisë. Nuk është ndoshta jo pasqyrim individual, asimi, po është një i dëshirave, pasqyrimi i dëshirave individuale. Është një institucion i cili patjetër që duhet të mbroj ose të ngrej zërin për realitetet e ndryshme, dhe nuk është veç për aktin, nëse po është një akt i gjallë i qytetarisë. Ne në këtë rast kemi treguar që ne do ta vazhdojmë punën edhe pas shumë kërkesa, pas shumë takimeve. Kemi bërë edhe kompromise ndoshta në datë, dhe prapë kemi vendosur edhe si teatr, po edhe si ekip, që shfaqja të mbahet me 14 qershor, me ato mundësi çfarë i kemi, me riciklimin e kostumeve, materialet ndryshme, sepse me një farë forme është mundësuar. Unë kam pasur shumë intervista, edhe pse nuk jam fort medial në kuptimin, sepse nuk është interesi im personal. Si Fatmir, po në këtë rast si drejtori i teatrit, them që disa në intervistat në për televizion kam thënë që nuk do të ketë teatr të pavarur nëse nuk do të ketë llogari bankare. Arsyeja vetëm është sepse pastaj shumë zyrtar mund ta shfrytëzojnë këtë me zgjidhje të ndryshme që quhet cenzurë strukturore. A kanë të drejtë të bëjnë një gjë të tillë, zotri Fatmir, përveç kësaj mundësisë që u lejon në kuptimin e aspektit financiar, sepse ju e përmendet, një mbetësi financiare do të thotë një tjetër produkt ndoshta i asaj çfarë ne mund të shohim edhe në teatr. Të paktën, ky rast po na le të nuk kuptojmë një gjë të tillë. Unë po e them sepse kur nuk i ke buxhetin të sigurt, edhe pse me ligjin për art dhe kulturë e kemi edhe kodin buxhetor, por zyrtarëve ju i bët mundësia tash që të zhagiten, të zvarriten, dhe kjo formë vjen dashje pa dashje, vjen me një kuptimsi që e ka kuptimin e një cenzure strukturore që kërkush mos ketë përgjegjësi. Në këtë rast unë kam përgjegjësi që shfaqja të mbahet, sepse jemi teatr i cili shpeshherë nuk kemi vetëm nuk kemi vetëm për arktim, po të flasim, të shton debate, të pyesim, edhe kur është tepër e vështirë, edhe kur është edhe rrezikshme, edhe kur duket ndoshta për të tjerë këtë e kohë, sepse kjo është misioni i në si teatr, nuk është sepse nëse këto i hiqmi, nuk debatohet për realitetet tona shoqërore. Atëherë teatri janë vetëm si godinë dhe nuk mund të jetë asgjë tjetër. Për më tepër unë ne kemi bërë në këtë rast sepse nuk është kjo gjendje veç në teatrin e Ferizajt ndoshta. Nuk po them se kemi pas tani
Teatri Ferizaj ka pas shumë repertar të rregullt, ka pas një përkraje për këtë arsye, për shkak bashkëpunimeve shumë të mira deri më tani. Kemi këshirën që ta gjajmë një rrugëzgjidhje që mos të bimë në këtë rast, sepse është një forme para fushatës, fushate që mos të institucioni teatri që është i pavarur kulturalisht, është edhe institucioni i pavarur kulture, edhe mos me të kahje, jo po përkrahet kjo se ai tjetër, sepse qarkullojmë të, dhe na nuk mund t'i ndalojmë, na i ndalojmë vetëm me punën tonë që na takon, edhe që është që as institucion që ta mbrojmë lirinë e shprehjes, jo këtë diçka edhe mbi të gjitha pëlqyrje edhe ndaj vetvetes, sepse nëse na nuk e ngrismi zërin, atëherë është vetë cenzurë dhe është më e keqe, atë teatri duhet mbyll. E kuptoj. Po du me u referu një pjesë të deklaratës që keni bërë publike këtë ditë, ku keni thënë që teksti plot i shfaqjes pa shkurtime, sipas konceptit regjistorial, është dorëzuar për verifikim me 15 maj. Me pas me 22 maj kanë dërguar një reagim zyrtar ndaj vretjeve të institucioneve relevante, përfshirë këtu edhe Drejtorinë e Kulturës. Është e zakonshme që kur kemi një shfaqje për të skenuar në teatrin, pra po flasim nga praktikat e të kaluarës, është dashur që të hyjë për këto organet filtruese shfaqja më pas të vendoset nëse duhet të prezantohet në teatr apo jo, apo po ndodh vetëm me këtë shfaqje? Absolutisht jo. Absolutisht jo, sepse nuk duhet më, por pas insistime... A kanë përgjegjësi, a kanë të drejtë për të bërë një lloj të themi filtrimi, verifikimi të kësaj natyre? Jo, s'kam pas të drejtë edhe unë ta dërgoj, mirë po të ne është një farë tradite për shkak kompromiseve dhe që mos ndërpritet puna, po është një kompromisimi, po është edhe në anën tjetër që nuk është profesioniste, një person i cili nuk mirët me teatr që ta vlerësoj një autorësit dramaturgut, pasi që dramaturgut gjallë, sepse na kemi pas edhe shfaqjen Tramvaj, që është jashtëzakonisht kritike për vjedhojat historike të kontekstit të mërshëm, po ato autor janë të vdekur dhe na kur të vdes dikush edhe me kritiku nuk bëhet kur gjë. Do të thotë në këtë kontekst unë ja kam dërguar edhe që të tregoj që unë shpesh herë kam një princip tjetër, sepse është shumë vështirë ti bindesh të tjerët pa i lënë me gabu. Kjo është një gabim i tyre që kanë kërkuar tekst dhe unë ja kam dërguar pa problem, sepse edhe pa redaktime, qëllimi i teatrit ka qenë që ta bëjmë një komedi ku ngritën disa debate, më ngritën mirë, po është autokritikë e jashtëzakonshme ndaj se është një trup teatrore e cila në kontekstin historik para pavarësisë, dojnë të bëjnë një shfaqje dhe aty ka regjisor, ka aktor, është kritik edhe ndaj vetvetes, që e thash edhe më herë, që na nuk duhet mos bëjmë një kritik edhe të heshtimi ndaj vetvetes, se çka po ndodhen, po jetë një shfaqje e cila më shumë e kritikon artistat në atë shfaqje, sesa politikën ose shtresat tjera të caktuara të shoqërisë. Ka pas një reagim rreth shfaqjes edhe nga OVL e UÇK-s në Dega në Ferizaj, sa lexova është që ata kanë pas kërkesë që kjo shfaqje të mos jepet vetëm në ditën e çlirimit të Ferizajt. Në një datë tjetër nuk është problem. A duhet të kërkohet mendime edhe nga të themi nga aktorë të tillë të rëndësisë, të historisë pa dashur me prek rëndësinë e tyre? Absolutisht jo, përkundrazi, sepse unë e thash edhe një herë, edhe po e përsëris, kjo të i kthen në kohë dhe është mjaft e rrezikshme, mirë po ne nuk e kemi bërë ata për shkak atakim, e kemi bërë kryesisht se njihemi, jemi shok, unë kam qenë shumë atje. Në suaza miqësire. Ajo ka një kërkesë sinqert që mos jetë në vigjilje të festës, domethënë qershorit para asaj. Mirë po, nuk kanë pas ata, as ata të drejtë atë janë vetishëm se kanë atë të drejtë. Mirë po, kjo ka qenë më shumë suaza miqësore dhe qindet që kjo shfaqje të mos ndërpritet. Mirë po, kjo është ajo që ka jetë, mirë po, unë kam deklaruar shumë herët, ne jemi një gjeneratë e cila kemi punuar edhe para luftës shumë. Unë e mbaj mend shumë ku kemi bajt skenografi natë dytën deri në Komoglav, atje ku na kanë reflektuar edhe me tenka. Mirë po shfaqja është mbajt edhe programi edhe për atyre që ka marrë pjesë aty në atë aktivitet kulturor, janë dy dëtmorë dhe nuk ka nevojë të thirrni në patriotizëm sot, sepse nuk du me marrë as Bajrakun as unë as tjetë më të marrin, sepse
kemi dhënë secili diçka për këtë liri të Kosovës, e dikush ka dhënë shumë më shumë dhe për këtë përkullim e secilit. E vërtet, pa tjetër, kjo është e pa diskutueshme. Po du të ndalem edhe njerë, sepse e përmendet, por jo më këtë, nuk ndalen atë ko, faktit që ne do të, nëse mundemi me thënë, reciklojmë, do të restaurojmë skenografi, garderob, qka jo tjetër, me të vetëmi qëllim që shfaqja të jipet. Do të thotë kjo që deri në këtë kohë nuk ka pasur një ndarje të fondeve për shfaqje në fjalë, apo ka një pengesë që fondet të jepen në mënyrë që mos detyrojeni që të bëni, të themi, harnim, thojnë populli, për me nxjerrë diçka tre më pas. Ne edhe si ekip, honoraret e artistave të jashtëm kanë pranuar që t'ju vonohen. Do të thotë që të vonohen ato, po kryesisht kemi insistuar që t'i kemi materialet e mjaftueshme që të realizojmë skenografinë, kostumet edhe rekvizitat dhe dekoret që ka shumë. Edhe problemet gati teatrët i kanë pas gjithmonë këto. Do probleme cilën gjitha teatrët e Kosovës, për arsye se furnitorët komunal, të cilat e kanë obligim që ta furnizojnë, nëse ka furnitor, na kemi një furnitor për kostumografi, po nuk kemi furnitor tjetër për drasa, ekura e shumë gjëra tjera, dhe shpesher ata nuk na përfillin neve. Bëjnë kërkesën dhe është mostërfillse. Mirë, po me ligjin për art dhe kulturë na lejohet që ne të bëjmë kontrata dhe me persona fizik për furnizime specifike për teatrin, kur këto kontrata i kanë ndërzuar dhe janë kthyer mbrapsht, për arsye që ju kanë duk shumë atë fryme, mirë, po unë nuk kam drejt edhe të shkruaj specifikacion përpara sepse i kanë kërkuar specifikacionet, unë prapë i kam thirrë scenografin, mjeshtrin e kostumeve, mjeshtrin e scenografisë, dhe këmë thanë prapërsisht se sa do të shkojnë, sepse deri në fund është proces dhe nuk ju dihet deri në premier, pasi është fleksibil teatri dhe është fleksibil edhe puna në teatr. Për shkak kësaj kontrolle ndoshta ndaj kontratave, nuk do t'ishte mirë që në talmën të aplikohet, sepse edhe kjo e merr formën e cenzurës strukturore. Arsye vetme është që na lejohet me ligj dhe ne aplikojmë ashtë auditimi për këtë punë, nëse dyshojmë diçka, ne jemi të gatshëm edhe para auditimit t'japim përgjegjësinë tonë që na takon. Patjetër. Zotëri Hyseni, në krejt këtë atmosferë, me kaq shumë polemika, me kaq shumë mendime të jo të një akteri tjetër, si është gjendja brenda ekipit? Ne sot provuam që të kishim në një lidhje të drejtë për drejtë edhe zotrin e Ziraj, po edhe zotrin Miftari, autorët e kësaj shfaqje, por që të dy nuk ishin të gatshëm, të paktën thanë që nuk ishin kohë. Si është atmosfera brenda grupit, sepse të punosh në një situatë të tillë ka mbini që është goxha sfiduese? Nuk e di, unë jam kanë begi këto ditë edhe prej opinionet, presioneve, ndoshta psikologjike, se tjerat nuk ka të bëjë diçka tjetër, mirë, po unë po e them një që ata janë prova dhe me siguri edhe tash janë të vazhdu provat. Po, besoj që janë mirë dhe janë të vazhdu provat normal, se unë s'kam qef që t'i shqetësoj, sepse dalin jashtë rolet tëne, jashtë detyrat tëne, dhe jam një njeri që nuk këshyri të voglu problemet dhe jo mi të madhu. Dhe kjo shfaqje do të mbahet mendimin edhe teatrove tjera, që do të na ndihmojnë me fondus, pasi na kostumet cilat i kemi pas disa, kemi filluar që t'i mbledhmi, sepse dihet që teatri shumë shpejt do t'in restaurim dhe kemi filluar që t'i partmi me një vend tjetër, mirë po do të mundohemi që nëpërmjet teatrit Gjilanit, teatrit Kanës Multimedia, ka diçka dhe do t'i riciklojmë, po nuk do të mëtohet aq shumë ndoshta estetikisht, po në përmbajtje jo. E bukur, e rëndësishme është që sido që të bëhet me 14 qershor do të kemi këtë shfaqje në teatrin e Ferizajt. Po besoj sepse kjo e kam përgjithësi ndaj institucionit, përgjithësi kam ndaj qytetarëve, ndaj publikut, që të vazhdojmë pse jo teatrin e thashë njerë, nuk është veç si arktim, por si një akt i gjallë i qytetarisë dhe kjo është një premtim që japmi publikut tonë, do të vazhdojmë të flasim, të pyesim, të debatojmë dhe kur është dhe shumë e vështirë dhe kur sfidohet në raste tilla teatri,
edhe kur është e rrezikshme edhe kur duket komplet e kot, unë them kjo është misioni i teatrit. Po e them edhe me bindje të plotë që pa këto teatri është asgjë vetëm një godinë e cila mund të shfrytëzohet për çështje tjera, sepse ne po kemi shumë artistë për fat keq, dhe kjo ka qenë kritika jo më e madhe që kemi dashur për kësaj shfaqje, cilat bullizojnë edhe me shfaqje, bullizojnë edhe me seriale, edhe misioni i artit nuk është ajo, misioni i artit është kërcësisht tjetër dhe ndoshta më me debatue me prej Aristotelit, Platonit, Hegelit, për pragmatizmin e tij, po këto janë çështje tema tjera të cilat nuk debatohen në rrjetet sociale ose në televizionet pa një nivel pak më të ngritur, s'po e them sepse jam në përmes këtu nivelet, po kryesisht që mirën filozof, mirën intelektualt, edhe teatri është ai vend ku tash aty ku ka zot i jap zot. E vërtet. Unë du të besoj që kjo çfarë po ndodh në fakt rreth kësaj shfaqje dhe gjitha këto ndërhyrje të themi e mendime të palëve të tjera të jenë në fakt një mësim në të ardhmen që teatri ka punën e vet, atë që e thatë dhe ju, se cili medium, se cili dikaster ka punën e vet, dhe është mirë që ne të respektojmë punën e njëri tjetrit në mënyrë që të kemi një produkt final që është i rëndësishëm, që të jetë i suksesshëm dhe mbi gjitha të jap një mesazh të cilin e përmendet edhe ju pikë së pari që ka të bëjë me vetë artistët dhe skenën e artistëve në vendin tonë në ditët e sotme. Është kjo është zhvilluar, ne kemi edhe në deklaratë, sepse unë nuk mund ta mësoj një kirurg se si ta bëj operacionin. Do të thotë kjo është profesionale çka po e flas. Dhe për këtë shkak unë them që teatri, në përgjithësi teatri në Kosovë ka këto probleme dhe e lusë edhe në të ardhmen kur jetë në qeveri edhe në kuvendin e Kosovës, po edhe në kuvendet komunale që spakut ja mundsojnë nëse ata betohen që ose flasin që ta institucionet e kulturës janë tamam të lira, atë duhet patjetër që kuletën ta ketë teatri jo dikush tjetër. Sepse emrimet politike ose çështje tjera mund të vjetë çdo kush, na po e shohim çdo ditë, dhe shpesh herë kemi vetëm në të fym intelektualisht për veprimet e të përzgjedhurve tanë. Zotëri Hyseni, kënaqësi që ju patëm sot në këtë takim të pasdites. Ne po presim që me 14 qershor të kemi edhe premierën e kësaj shfaqje që urojmë të jetë e suksesshme dhe të pritet mirë nga publiku. Faleminderit shumë për kohën. Jeni të mirë. Shumë faleminderit.